dhe për kuadër edhe të deklaratave të bërë nga vetë kreu i qeverisë, por padyshim edhe përsjedhjen e mesazheve që kanë bërë ministrat në vijim, por detajet për të ndalur më konkretisht do t'i përsjedh në këtë çast kolegja Razila Myslima, i cilën e kam në komunikim të drejtë për drejtë nga redaksia. Razila, përshëndes. Përshëndes Ermal. Ka qenë një mbledhje e gjatë dhe kryesisht fjala e kryeministrit Edi Rama që ka qenë publike dhe ka zgjatur për 1 orë 40 minuta fokusuar në disa çështje të ndryshme, por sigurisht unë do të ndalem tek ato që kanë qenë kryefjalë. Ditën e sotme në fakt pritet kishte një qëndrim për çështjen Balluku, megjithatë nuk ka një të tillë ditën e sotme, e do të shohim nëse socialistët do të kenë në vazhdimsi një opinion të qartë apo qëndrim publik për mënyrën se si do të qasen ndaj kërkesës së SPAK që kërkon arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Por ndër të tjera, kryeministri Edi Rama është ndalur tek problemet me drejtësinë dhe ka paralajmëruar ndryshime në politikën penale në tërësi. Kryesisht në kodin e procedurës penale, gjë të cilën në fakt e ka përmendur edhe në dalje të tjera publike kur reflektonte kritika të forta ndaj sistemit dhe ndaj drejtësisë së re kryesisht, dhe këtu i referohet të çështjes së paraburgimeve, duke e cilësuar si një nga shqetësimet kryesore të sistemit të drejtësisë dhe shqetësimi ngritur po ashtu edhe nga Këshilli i Evropës pasi sa i takon paraburgimeve, Shqipëria ka një shifër shumë të lartë dhe rankohet mbi mesataren e Bashkimit Evropian, por po ashtu pritet që të ketë ndryshime të paktën nga ato çfarë kryeministri Edi Rama përmendi publikisht, të preken dhe të forcohen, themi kështu, garancitë juridike për nënpunësit civil dhe të ketë dënime të tjera alternative përveç arrestit me burg apo arrestit në shtëpi, që sigurisht janë bërë një problem kryesisht për administratën, për zyrtarët e lartë publik dhe sipas kryeministrit, të paktën nga retorika e tij publike, kjo u la të kuptojë që po krijon tek nënpunësit e administratës publike një ngërç, një frikë dhe një terror mënyrën se si po operon prokuroria e posaçme antikorrupsion dhe jo vetëm, edhe prokuroritë e jurisdiksioneve të tjera, duke e vendosur administratën publike dhe duke e konsideruar, themi kështu, si një statistikë për të plotësuar objektivat e tyre për luftën kundër korrupsionit dhe mish për top për drejtësinë e re, gjë e cila kryeministri Edi Rama tha se nuk do të lejohet. Sigurisht që këto ndryshime synojnë po ashtu që të kenë në fokus dhe si të paktën i referojmë gjithmonë fjalës kryeministrit Edi Rama, të forcojnë drejtësinë e re, të forcojnë rendin demokratik në vend dhe që drejtësia e re të jetë në shërbim të shtetit dhe sigurisht në shërbim të qytetarëve. Tek një tjetër çështje që u ndal se i takon ndryshimeve tek disa ligje të reformës në drejtësi, sigurisht është edhe çështja e shpërdorimit të detyrës, një nga veprat penale në fakt që përballen më së shumti zyrtarët e lartë, duke lënë të kuptohet se kjo vepër penale